Për herë të 11 gjykata e posaçme ka shtyr seancën paraprake në ngërkim të kryetarit të Bashkisë Tiranë, Erion Velia, i cili është i dyshuar për 13 akuza penale, bashkë me bashkëshorten e tij Ajola Xoza si dhe 18 persona të tjerë. Shkak i shtyrjes së procesit u bë avokatja kryesisht e caktuar për Veliajin, e cila kërkoi togave të zeza leje për të takuar kryetarin e bashkisë në burgun e Durrësit. Sipas avokatit Artan Gjermeni, Velia i kërkoi sërish gjykatës leje për të njohur me aktet hetimore, por kësaj radhe brenda qelisë. Fillimisht vendosi ta mbyllte shqyrtimin gjyqësor, duke e konsideruar pretendimet e avokatëve, të gjithë avokatët, shtuar dhe mua, si mungesë vullneti për dhënien e deklarimeve. Më vonë, mbi pretendimin e Erion Veliajt si personon e timin dhe deklarimit të avokatës Teodorescu, revokoi atë vendim dhe i dha mundësinë që avokatja Teodorescu të takohet në JVP Durrës. Këtë të hënë, Velia ishte vetë në seancë, por mungoi bashkëshortja e tij Ajola Xoza. Shtyrje për të disatën herë seancës paraprake tregon një tentativë zvarritje procesi, që sipas burimeve Velia e ka shpresë tek një vendim që do të jepet së shpejti nga gjykata kushtetuese.